cili prej juve keni fjallin demokraci. Ka kalu koha e dëshirave. Ka kalu koha dëshirave. Unë kisha pas sheftymet po president Fidan. Po ka kalu koha dëshirave. Se themi të zarfi. Ka kalu koha dëshirave. Edhe zarfeve ka kalu koha. Zoti Gashi, keni me arrit me... Demokracia në Kosovë, edhe me këto zgjedhje, ka prodhu super legitimitet. Një koalicioni që s'është një parti, edhe një njeri, po është 4 parti, edhe janë 500.000 vota, edhe është vullnet plebisht qitar, dhe nuk pedi që është mujna me gjithë nash, ka cila zyre du të me kaluaj president që mu konë ma legjitim, edhe ma konsenzual. Se du të shu kompromisi ose konsensusi politik pazar, sa të rëdmion pazar ka bo dhe këtë me vetë vendosë që një koalicion. Jo, me si term i bjenë si ko pazar. Se juvja nuk është pazar është visë kur bot pjotë. Sepse ajo është jo parimore, kjo është parimore. Cila e blesën që ka është parimore, jo parimore? Për shambull, kandidati... Demokracia është kompromis. E kam po tash një koleg temen nga një parti tjetër, i cili gjatë kampanjës kalume më duket jo kësaj 28 dhjetorit, shkon dikon me një qytet Kosovës dhe thot po na prishin familjet se Prishtinë me votu për tjertë. Për këtë vot. A përdojnë është ajo menësia komuniste, a vetit jamon për djata i zotnia. Edhe e kena pos kryeministër jo legal dhe jo legjitim. E keni fjallin për Abdullah Hotin? Po, a i vete ka thonë, se kumë thonë nëne. Jo listë me ka shpall... Edhe, a keni, Fidan, se ti ke për cilë këto, a keni të thonë për e përqajnë. Po ti mi bo bashkë 500.000 vetë në Kosovë, me votu një njeri edhe një koalicion, si vetëvendosja dhe guxoja aty së bashku me 2 të tjerat, farë përqami kjo është e kundërta e përqamjes. Kjo përbashkim drejt sovranitetit, integritetit. Pra ndaj, që ka po du me thonë këtu, në këtë aspekt, marrëveshja politike parimore, ndërtohet, jo mbi ty gjallokun pazareve, bim mu diqka, bam që ati ambasador, bima një homologim, qëm një ministri, hajde në ora 12 natës, lyp ma votën, bimi një 2 të ndjera, bima një përqindje, bam mu dikush i ka mu në 15 numra, e që mu përdu mu bo, nuk janë këto kjo, nuk bot kështu mo... Unë tharë s'ki përsi e deputetri, po për të ndera një burimor se ka lonë kesë, s'ki qeverisje. E dim si ka thy rekord, ato statistika dhe ato shajnë dëshmu që e kemi po. Dardha duktan, pazar, kortën, pazar, Prishtinës mos mund është më shku me ble me këtë mënsi. Me cilë mënsi? Dardha s'mund është më shku me ble. Mënsin e marjes të ndera? Me zgjetë i shka po dënë aty. Jo, po pëse du të me A që ato dardha ti ka qita i në shqitje? Me zjetë presidentin. A është demokracia parimore, a përcakton kushtetuta e Kosovës që presidentin du me qenë konsensuale dhe gjithë përfshirës? A e përcakton, Zoti Gashi? Vot, dy fesht është kjo, unë s'pako se kuptoj kështu. Unë e kuptoj në ryshe. Unë e kuptoj që presidenti po që duhet jetë konsensual me vetë faktin që vendimi thot që të edhe deputet duhet jenë prezent. Herën e parë, ndërsa çuditërisht Fidan, kur tu konze... Edhe prejve ta kry... Po, hajde, okej. Se kam jetë me zgatë... Pas ka marrë malë, si na posi 20 ditë me debatu. Hajde, okej. Në gjithë respekt. Hajde, pa të keq. Hajde dhe 4 minuta. A mundem? Po, shkurt. Në qovë se... E atër pse e kalon 2 atë ka gjatë e një? Te vota, po konsensusi është prezenca. Si jo, konsensusi është sa ma shumë vetë me të votu. E dy ti fort mirë. Jo, s'dione. 80 është me qenë në salë. Edhe herën e pare e lypë. Kjo është dualiteti i vendimit edhe... I kështë kjo balanci për demokraci, Zoti Gashi. Po pse... Me qenë të dhe vetë. Kjo imponon, jo imponon. E dyta e treta shka? E dyta e treta shka? E dyta e treta, po mirë dhe mirë ka dole. A përshë 4 minuta ti për mi mërë tash. Jo, larë, okej, po Zoti Gashi... Koha televiziva shumë e vleshme. Koha televiziva shumë e vleshme. Edhe e vleshme kur kes... 4 minuta të tua të vetë. Okej, në regull, hajde Zoti Gashi, se të rjekëm. Kushtetuta thot të edhe du t'jem prezent. Por e ka dhe votimin e 2 dhe votimin e 3 që është me 61. A peshet pse e kanë lënë këto? Për shkak mos blokimit institucional. Jo vetëm konsensusit madhë. Konsensusit madhë është me qenë të deputet. Ma konsensus se 500.000 vetë, mu konë mrapa. Ata për dhomën dhe opozitës që ashtë rejpytës, shka për doni ku i ka marrë 51.11. Po jitet Mehmet Zoti Gashi, përzgjezja të demokracia, si se cili prej juve keni fjallin demokraci. Ka kalu koha e dëshirave. Ka kalu koha dëshirave. Unë e kisha pas sheftymet po president Fidan. O ka kalu koha dëshirave. Se themi të zarfi. Ka kalu koha dëshirave. Edhe zarfeve ka kalu koha. Zoti Gashi, keni me arrit me... Demokracia në Kosovë, edhe me këto zgjedhje, ka prodhu super legitimitet. Një koalicioni që s'është një parti, edhe një njeri, po është 4 parti, edhe janë 500.000 vota,
edhe është vullnet plebisht shqitar, dhe nuk pedi qysh mujna me gjithë nash, ka cila zyre du të me kaluaj president që mu konë ma legjitim, edhe ma konsenzual. A vishja përcakton, si s'ka nevoj me kalu president, jas ka zyrja juj, as LDK-s, as PD-s, as vetëvendosës, as gjithës, po mbi konsensus, demokraci, edhe lizin e shtartë. Bi kompromisin e shnosh të bazuar në qase të personës me integritet, me dignitet,